Regja I cili mbrëm ishte në politiko. Qena, po. Po, në kuadër të takimeve të cilat I ka bërë kryeministri me minoritetet, ato kanë qenë edhe publike, madje vetë edhe ajo e ka një gjë të tillë, unë ndjej vetë që kanë përsëritur atë që ka ndodhur. Se ka ndru menje, se Duda Balje nuk ka qenë në dy seancat e fundit. Pyeteni atë nuk e di. Çfarë ministrie? Nuk e di. Nuk e di. A ka diskutime edhe marrëveshje të tilla edhe me të tjerë deputet nga pakita? Po sigurisht takimet, përshëndetje Arda. Takimet po vazhdojnë. Pati pranë dje edhe ky deputeti pra I minoritetit egjiptas I cili tha që nuk ka marrëveshje, mirë po në pjesën e parë pra kryetari nuk u vendit të ta voton. Dhe unë besoj që pra dialogu dhe marrëveshja do të arrihet me subjektet të cilët e përfaqësojnë interesin e qytetarëve të tyre, respektivisht minoritetit. A është Ka pas një takim ndërmjet kryeministit Kurtit dhe deputetit Nimaj? Unë e di që ka pas pra tendenca për ta për ta bënë një marrëveshje, ajo marrëveshje pra ende nuk është bërë, besoj që në ditë në vazhdim duhet bëhet. Po kërkon nisma aty? Po kjo është çështje e dialogut mes kryetarit ton, pra kryeministrit dhe zotëri Limës. Gjithatë Fatmi Lima I hirën e fundit në seancën e fundit tha që jo nuk është takuar me Kurtin, apo mundohet me ato janë çështjet e tyre, mirë po unë e di që pra ka një lloj tendence të parafrimit të kërkesave të cilat kanë bëjnë me vendosjen edhe nismën. Pra domethënë me nismën edhe disa minoritete, po tentoni me I bu numrat për Albulina Haxhiun, se nuk e largoni nga Po kjo nuk është gjë që ne kemi fshehur, kjo ka qenë publike, jo nga unë, po nga çdo zyrtari I lëvizjes vendosje I cili ka thonë. Por mos harrojmë një gjë, sipas vendimit të gjykatës kushtetuese, pra tashmë është të qartë që subjekti I parë, pra partia më e madhe në vend e propozon edhe zgjedh kryetarin e kuvendit dhe në këtë mes unë nuk e kuptoj pse subjektet opozitare pra nuk e zhbllokojnë këtë pjesë për ta liruar pastaj atë 15 ditën, atë kohën kur I takon subjektit parë në këtë rast neve si lëvizje vendosje që ta bëjmë pra qeverinë. Mendoj që ata nuk ka pas vendim të gjykatës kushtetuese dhe kur ka pas në kohën e panit, më duk që atër ka qenë, mos më zini për gjuhë, nuk ka pas ta themi nevojë për votë opozitës atë votë.